I riu në foto është 37 vjeçari Jozi Kraja, i ekstraduar këtë domart nga Zvicra. Sipas akuzës së gjykatës posaçme, ai dyshohet si pjesëtar i një grupi kriminal dhe akuzohet se për një periudhë 4 vjeçare, nga dhjetori 2020 deri në maj 2024, ka siguruar kushte dhe mjete materiale për kryerjen e një vrasje të dyfisht. Vepra për cilën akuzohet nuk është vrasje në kuptimin e mirëfillt të fjalës, është diçka tjetër që vepron në prapasken dhe ndoshta më e vështirë për të provuar, sigurimi i kushteve dhe materialeve për vrasje. Dhe këtu lind pyetja që gjithmonë e bëjmë, çfarë do të thotë realisht kjo akuzë? Në emisionet tona të mparshme kemi analizuar se si krimi organizuar në Shqipëri nuk funksionon më në një formë spontane, pra me veprime që merren aty për aty. Përkundrazi, ai ka hyrë në një fazë që është eliminuar i gjithë impulsiviteti për një ngjarje kriminale dhe është ndrruar në një proces që ndërtohet ditë pas dite dhe javë pas jave. Sipas logjikës së hetimeve penale, një vrasje nuk nis në ditën e atentatit, ajo nis shumë herët, në fazën e përgatitjes. Kjo fazë, sipas dosjeve që kanë në përbërje të tyre mesazhe nga SkyCC dhe Encrochat, përfshin element që vetë individualisht nuk janë vrasje, por që së bashku krijojnë kushtet për të. Në dosje të ndryshme penale, jo vetëm në këtë rast, përmenden sigurimi i mjeteve logjistike, mbështetje financiare, krijimi i infrastrukturës që e bën krimin dhe vrasjen të realizueshme, dhe pikërisht këtu duket se qëndron forca e grupeve kriminale për të ndarë rolet. Në analizat tona kemi folur për këtë model. 1 deri në 3 veta janë ata që qëllojnë, njëri është shofer, 2 makina sigurojnë perimetrin ku do kryhet vrasja për të shmangur momentet kur ka polici, një tjetër makinë do duhet të marrë tokën e vrasësve pasi të djegin mjetin me gjithë armët brenda. E njësoj rolesh të tjera që përfshin vëzhgues në terren, njësoj sikur të ishin struktura paralele shtetërore ligjzbatuese. Kështu përgjegjësia shpërndahet dhe krimi bëhet më i vështirë për t'u zbardhur. Edhe në rastet kur arrestohet ai që ka shitur makinën që u përdor në krim, ai nuk flet. Nuk flet sepse ai është thjesht shitsi dhe në çdo rast do ta akuzojë si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Ajo që e bën këtë fenomen shqetësues nuk është vetëm brutaliteti me të cilin kryhet vrasja, por koha që merr përgatitja. 4 vite sipas akuzës, 4 vite në të cilat sipas hetuesve janë krijuar kushte që një vrasje të ndodhte, ku në rastin e vëllezërve Bami, kjo nuk ndodhi. Dhe kjo na çon te një problem i thellë që e kemi diskutuar edhe në këtë emision. Krimi organizuar nuk jeton në rrëmujën e momentit, por në struktura dhe të mirë organizuara madje. Ai kërkon kohë, para, njerëz dhe mbi të gjitha, mungesë frike dhe ndëshkimi, gjë që siç duket, Shqipëria ka kohë që u afron grupeve kriminale. Kur organet ligjzbatuese që luftojnë krimin shohin se përgatitja e tij mund të zgjas me vite pa u ndalur dhe kur sinjalet nuk kapen në kohë, atëherë atentati nuk është më një surprizë, por është pasojë e mosveprimit. Pasojë një modeli që nuk po thyet dot si koncept organizimi, me djegjen e makinës, duket se aty autorët për herë të fundit mund t'i shohin vetëm viktimat, por jo ligji. Sonte në sken krimi analizoj modeli shqiptar të vrasjeve. Ku kopjua, përse nuk zbardhen dot si vrasje? Si mund të thyet kjo teknik që duket se është disa hapa para hetuesve? Mirë, rikthehemi. Dhe unë për analogji mora rastin e personit i cili të paktën sipas policisë në 4 vite akuzohej që ishte përgatitur her pas here, duke siguruar kushte dhe mjete për të kryer vrasjen e vëllezërve Durim dhe Valter Bami. Por tani çfarë ndodh kur prokuroria ngre akuzën domethënë për sigurim të kushteve dhe mjeteve materiale për vrasje. Tani ç'është kjo akuzë Karanxha, si ish prokuror? Dhe sa rrezikon që kjo mos të bjerë, të zbutet gjatë rrugës? Tani, neve do të kemi parasysh diçka, që t'jemi të sakt me këtë kualifikim ligjor ose me nenin 80 kodit penal që sigurimi i kushteve për bazë, do thotë krijimi i kushteve materiale për të realizuar vrasje, pra me krijim kushte materiale, është sigurimi i mjeteve për të kryer veprën penale, pra krijohen kushtet e jashtme materiale. Po para se të flasim për nenin 80 kodit penal, ne do flasim për fazat e kryerjes veprës penale. Fazat e kryerjes veprës penale, sqarimin e bën teoria e veprës penale. Që do të thotë? Fazat e parë është lindja e mendimit. Pra një personi i lind mendimi kriminal që do të realizojë vrasjen. Lindja e mendimit nuk dënohet. Pra lindi si mendim, kjo është një fazë që do të thotë çdo person, një kundërshtar i lind mendimi për të vrarë kundërshtarin. Faza e dytë e veprës penale është përgatitja. Pra, nga lindje e mendimit fillon me veprime konkrete. Pra kemi me veprime konkrete që vazhdon ecën, do të thotë për të ashtu. Po gjenden armët, gjenden makina, gjenden njerëzit. Faza e tretë është tentativa, pra ti i afrosh, pra ke një fazë, je më afër,
Dhe faza e fundit e veprës penale është realizimi pasojës. Tani, për dy pjesët, për dy ato për përcaktimet e para, për lidhjen e mendimit dhe për përgatitjen nuk dënohesh me përjashtim, kur parasikohet si krim si vepër e posaçme në kodin penal. Dhe në kodin penal janë dy raste, domethënë që janë në mënyrë të specifike, që është sigurimi i mjeteve për vjedhje dhe sigurimi i mjeteve për vrasje, për të cilët mban përgjegjësi penale. Pra, personi që siguron mjetet për të realizuar një vjedhje mban përgjegjësi penale, personi tjetër realizuar vjedhja apo dhe sigurimi i mjeteve dhe sigurimi i mjeteve për vrasje realizon. I diskutim nga pikpamja teorike, është dhe ndikimi i palishëm, domethënë ndikimi i palishëm, domethënë që një vrasje, ndikimi i palishëm për korrupsion. Okej. Pavarësisht se socialisht. Okej, që diskutohet, sepse korrupsioni që unë jep të parë më bëjat punë, pavarësisht duhet marr parë, bëhet puna dhe atëherë quhet vepra penale e kryer. Me ndryshimet e fundit dhe ky nen, domethënë është në fazën të përgatitja, pra ti po përgatitesh ke filluar që të bësh një veprim në të ardhmen. Pavarësisht se nuk u realizoi ai veprimi që ti ke marr parë. Tani, kjo ka hasur shumë diskutim në qarqet e drejtësisë. Pra, është kjo fazë, pra mund të quhet faza e veprimeve përgatitore që ti po siguron mjetet për të realizuar një vrasje dhe sa afër duhet të jesh objektivit. Kjo është diskutim, se ti mund ta kesh një armë shtëpi që e kam për atë, por duhet fillosh përgatitjen për të realizuar vrasjen. Pra, ky është diskutim që do haj diskutim gjatë për një kohë gjatë. Për një kohë gjatë. Sepse kemi fazat e veprës penale dhe lindja e mendimit nuk dënohet. Në kodin penal dënohet lindja e mendimit që është në fazën në shprehje jashtme fyrje, për shembull lindja e mendimit fyrje është vepër penale vetë, sepse i janë bërë përcaktimet në pjesën e përgjithshme të kodit penal. Kurse për sa i përket asaj, kjo ha vend për diskutim dhe rast pas rasti, edhe pretendimi që kemi fol me ata persona që kanë pasur këtë vepër penale që janë ngritur, thonë shikoj para që është afati parashkrimit që është 5 vjet, por sepse është aq është masa e dënimit, sigurimi i mjeteve për vrasje dhe e dyta dhe diskutimi ai kuadri i grupit strukturuar kriminal, por kjo është pak a shumë domethënë në lidhje me këtë kualifikim. Ka pasur shumë raste nga zbërthimi i skaj ECS-s, ka pasur shumë raste që dhe në rastin konkret është bërë porosi, domethënë është diskutuar, janë biseda mas bisedave. Po në rastin e vëllezërve Bambi, edhe për rastin e Durim Bambi që mënyra se si e ndoqën nga Ksamili dhe nuk arritën dot të realizoni, ka vetëm një moment që i afrohen Durim Bamit në fushkruj dhe ai e largohet, sërish largohet. Ktu jemi para asaj që jemi. Vrasja është ka vërtetuar më. Do duhet parë te prova nëse kanë siguruar kamerat që ndjekin. E marrim nga pikpamja materiale. Pra domethënë e diskutojmë jo nga pikpamja provëshmërisë, është gjë tjetër, po nga pikpamja materiale, kjo është domethënë që ti po synon që të realizosh një vrasje. Edhe tentativa masanese këtu duhet të jemi të saktë. Sepse tentativa është gjë tjetër. Dhe ligjvendësi ka, domethënë të ngrej akuzën. Ligjvendësi thotë që në nenin 22 të kodit penal personin mban përgjithësi kur me veprimet synon të realizoj veprën penale, por vepra penale nuk kryhet për shkaqe të pavarura nga vullneti i tij, sepse mund ndodh që ti e bën vetë si tentativë me trem tjetrin, pra shkon me një armë të prishur që ti krijosh bindje, kjo është kanosi. Dhe tentativa vetë ndahet në 3 pjesë plotë, me objekt përshtatshëm, me objekt të papërshtatshëm dhe me mjet të përshtatshëm dhe mjet të papërshtatshëm. Por duhet të kemi parasysh këto janë institutet të cilët shpeshherë kanë krijuar debat. Sepse është shumë e hovia midis lindjes së mendimit dhe përgatitjes. Kjo është që do ai diskutim, ndoshta gjykate lart me praktikat, mua dhe shumë e vështirë Karanxha, nuk më duket, se unë mund të them ty që shiko se duhet vras tanin, po s'kam nis përgatitje unë. Ama kur them që duhet vras tanin dhe kam bler një makinë, ta ndjes. Jo, në rregull, jo, s'ka problem. Kjo është e dukshme. Edhe makina duhet edhe arma edhe tjetra, arma duhet kapur mjetet që ke marrë ti. Filluar, por neve duhet ta lidhim me personin. Në moment që fillon lëvizja, pra rujtja e atij personi, atëherë jemi te përgatitja. Në rast se fillon tentativa është gjë tjetër, pra është faza që është fazë tjetër dhe mban tjetër përgjegjësi penale. Pra e kemi thënë janë 4 faza që ti sqaroj. Ishin të qarta. Rikthehem sërish Karanxha se kam dhe një dy detaje të vogla për të kuptuar. Tani, Rexhepi, ekspert kriminalist, keni parë pafund vendngjarje, vrasje të natyrave të ndryshme. Ndërto dhe Azemajdarin. Edhe Azemajdarin? Për të që foli Meta sot,
Unë kam qenë ekspert i zemëtar. I vrasjes së zemëtarit. Po e kalojmë, nuk kam dëmë. Okej, herë parë që e dëgjoja këtë. Mirë. Nëse nuk flasim, nuk flasim. Nuk do flasim këtu. Do flasim këtu për ato çështje, kërkon një tjetër çështje. Ajo që unë do të kuptoj është çfarë ndodh me atentatet e natyrave kriminale në Shqipëri. Përse sot ky modeli i nga vjedhja e automjetit e deri tek djegja e automjetit me vrasës të cilët ikin të pashqetësuar nga vendi i ngjarjes, siç edhe Karanja, pak më herët, nuk po thyet dot nga as edhe një grup hetues në Shqipëri, nga as edhe lloj prokurorie, qoftë SPAK apo qoftë edhe prokurori rrethi. Atëherë, kjo ka lidhje me këtë ekstradimin. Jo vetëm nëse kjo shërbes si shkas, e mora si shkak për të bërë një diskutim të gjerë. Dakor, do ta shtrim aty, ju e moderoni dhe s'kam kam kënaqësi madje që ti ecë asaj që ju ngritet. Ky ka qenë në Dubai, ky ishte në Zvicër. Në Zvicër. Nuk vlen atë analizën. Po kisha diçka tjetër për Dubai. Nga Dubai nuk vinë të gjithë të ekstraduar me përmerit qeverisë tonë, por nuk janë shumë të mira kushtet e tjera dhe kërkojnë dhe vetë që të vinë, që të jemi të qartë. Kërkojnë dhe vetë në atje. Janë të tmerrshme fare. O do rish në vap, o do rish në super të ftohtë, kështu që trajtimi nuk është shumë i mirë, kështu që ka shumë veta që kërkojnë vetë të vinë në Shqipëri dhe mos si marrin dekorata qeverie që si takojnë. Ato dekorata që i ka, si Ministri i Brendshmërisë qeveri do t'i marrë, në këtë e kisha në këtë kuadër. Në lidhje me këtë mekanizëm ngjarjesh që po ndodh rëdom, bërja e makinave të punës, makina shumë të shtrenjta, domethënë që dhe të vjedhura shiten në shtrenjtë, për të mos thënë një shitje me kompromis, sepse në pothuaj në çdo studi e kam ngritur, jo të jenë persona të dyshuar të kallëzuesit, por të jenë persona të monitoruar. Pra nëse vjedhet një makinë, ti shkon për dinacim me atë makinë në një vrasje, ai person duhet ri kohë në monitorim, le të themi në survejim në forma ligjore në mënyrë që sepse mund të kemi një shitje të kontrolluar dhe themi që ma vodhën. Unë kuptoj që elektronika e vjazve ka ecur, po dhe elektronika e makinëve ka ecur dhe kështu që në këtë kuadër nuk mendoj se është aq e lehtë makinat me sisteme të tilla mbrojtje të vjedhen. Pjesa tjetër është nuk po zbardhen për mungesë profesionalizmi ose mungesë hetimi të mirë të policisë ose të organeve ligjzbatuese, sepse edhe këtu kur e tham, këtu e kemi diskutuar madje, duhet të jenë target kryesor makinat e vjedhura. Serviset e shmontimit, serviset e montimit, modelo disa servise. Shkoj me agent, harxoj 20.000, se shteti do të zbulojnë gjëra të mëdha pa harxuar si lek. Ka buxhet. Çoj makinë të vjedhur vet atje, gjëra të vjedhur, bëj një kombinacion aty të servisit kur ke dyshimet e nevojshme. Dhe pastaj 20 merri. Përmendoj një 3-4 servise të mëdha që këtu fillon, kapen terren situatën. Mos themi pastaj reagimet e momentit të parë. Siç tham, reagohet shumë keq në ngjarje me shumë vonesë. U fol për ato drona që bler kriminalisti zakonisht i ka ëndra kështu, domethënë, shikon edhe nuk i takon atij tek e fundit që të merret me këto nivele, ka gjëra të tjera. Por me drona motores mund të digjet gjëra. Ka nevojë për pak profesionalizëm. Follow me e ka komandën ai dhe ndjek makinën ku tjetër. Makinën s'do ta kapi, por personin do ta ndjekë. Ndërkohë shërbimet e ke majta se ke djatha si iku vajti brenda e kape. Nuk janë gjëra të pamundura. Plus që siç e thash në qytete të rëndësishme si Tirana, duhet të jetë helikopteri në bord drejtorisë. Me grup me snajper gati siç e ka siç ngrihen në New York. U dha ngjarja, ndjekë nga toka, ndjekë nga ajri, jo tash nuk mos them pasaj që bëhet një plan masash, jo nga këto smartët për gjusët kriminalisë, bëhet një plan elektronik që në këtë ngjarje, në këtë zonë të Tiranës, sa janë pikat e largimit? 1, 2, 3, 4, jo policit, se lodhet, nuk e mbam dot mend. Nuk po hy në Google rrugët e Tiranës me këto ndryshime. Në këtë ngjarje ngrihen 4 pika. Komisariati 4 ngre një dron, 6 ngre tjetrin dhe ku do vesh? S'ka ku vete. Ku do vesh? Kamera kanë lokalet në shkeljet ligjit që monitorojnë dhe rrugën, që na bezisin edhe në qytetarë, sepse ka këndin. Kështu që situata bëhet më lehtë, por target kryesor për sa kohë ti ke makina të vjedhura që të përdoren në vrasje dhe të këputin zinxhirin provues, ti mund ta dish rrugë operative, këtë e di prokurori më mirë, të këputin zinxhirin provues. Makina e vjedhur digjet, arma dëmtohet, as ADN, as gjurmëkishtas, as gjë, as mbetje bloze asgjë, ta këputin zinxhirin. Çdo lloj informacioni tjetër pastaj bëhet i pavlefshëm. Po i pavlefshëm po suprovohet, ç'kuptim ka. Atëherë do jenë target makinat e vjedhura. Forca organat, forca pikat,
Një target dyshim, laptopës. Lavdi zotit, teknologjia ka ecur shumë. Ne po vëm këto smart city. Jo, ajo është skelet detave njeriu dhe skandale. Këto shtyllat e mëdha me kamerat e që tha kryeministri, këto që po vendosen në Po kush e ka ato? Kina dhe këto vendet arabe. Tash ne këtë themi shembull Europën për këtë. Tash mirë marrim shembull Arabin atëherë për ca gjëra të tjera, pastaj marrim shembull Kinën. Tash nga të shkojë u mori kryeministri një herë me Amerikën, një herë me Anglinë, një herë me Francën. Kemi marrë shembull nga Afrika për vepra të caktuara. Kështu që s'ka mirë, një bosh do mbash. Bosh amerikan, bosh europian, bosh edhe lindor, do ta marrësh lindor, puna jote, merr përgjegjësitë tua. Po jo, një herë me turgun, pastaj prishu për detin nga turgu. Kalo këtej, Emir e bënte këto, ne jemi në kotën verë. Prishëm me sovjetikët, bëu me Kinën, bëu këtë, edhe me Roxha fundit. Kjo është njëra qasje se investimi mund të jetë ose cilësia, nëse duhet parë se aty janë dhënat tona, animazhet tona. Duhet parë nga ku të shohim o i nderuar, serveri i ri për jashtë. Serveri pronës jashtë. Jepet elektronik shqiptare, po si e kishin në duar të X-it të Y-it. Tash jepet elektronik shqiptare, dëgjoj dikush ka bërë humor me mua. Unë i thash letër, karta kënd. Pra duhet të jetë letër, çdo gjë duhet të jetë letër. Ti mund ta hedhësh kompjuter për shërbim qytetarës. Po magazina duhet të jetë aty. A ti që ka nejë një emision nga YouTube sepse ngrita problemet e pronës, di si duhet të jetë dokumenti i jot pronësor ose imi? Ma thuaj këtu. Më e sigurt se pasaporta. Se këtu nuk të hiqet gjë. Më e sigurt se pasaporta. Pagon 1 milion vjetra flas, 1.000 euro, 2.000 euro, 1.500 euro për një transakcion pronësor dhe duhet të jetë pse pagon 50 euro për të dokumentin punë e madhe. Ama ai dokument nuk prishet dot më. Do të jetë pasaporta do të jetë më me element noteri që e ka printuar si përfaqe gjitha firma vura do të jenë me element sigurie. Edhe me barkod. Me barkod, me element sigurie, Dhe nuk ke ku shkon më, po pse s'bëhet? Di pse s'bëhet? Se mbyllim shtigje edhe për veten. Kështu që do lëm na i bëjmë, ne bëjmë ligjin të fortë, po do lëm na i korridor që të kalojmë dhe vetë. Korrupsioni është korrupsion, thaj vetëm kur nuk jam unë pjesë. Se po që shumë pjesë, korrupsioni nuk është aq problematik. Karanja, përse nuk po thyet dot ky mekanizmi i vrasjeve që kemi sot? Është shqetësuese. Nëse unë të numëroj vrasjet, cilat janë kryer, Dobraçi masakër, Memaliej masakër, Rinasi masakër, që ishte vetëm rreth 2 muaj më parë, vrasja e gjyqtarit në Tiranë, vrasja e një postieri në një nga fshatrat e Tiranës, vrasja e biznesmenit Bujar Nasuvi, këto që flas që kanë ndodhur nga viti kaluar e deri tani, të cilat të gjitha kanë të njëjtën natyrë. Atentati që ndodhi në Lundër, që u plagosën 4 persona. Ma shpjego pak tani. Thash dhe njëherë rikujtoj, jeni ish prokuror, keni pasur pafundësisht çështje, ju njihni mirë teknikat e gjithë gjës, pa thyer sekretet e punës suaj, diçka dua të kuptoj sot. Tani problemi i parë është që policia e shtetit duhet të largohet nga punët e kota. Punët që i bën policia bashkiake do të bëj policia bashkiake. Neve çka konstatojmë? Mirë që nuk po letësot, po përëndohet, futët dhe njerin 293 paragrafi 1, dhe ne policinë e kemi të ngarkuar. Policia në vend tjetë në ndjekje të personave që bëjnë vepra penale të rënda, policia sot është hapërda. Merret policia e rendit, po bëhet polici bashkiake. Po bëhet si polici bashkiake. Merret me karriget, merret me shazgonët, këtu s'janë shef vizën, kur është me leje, kur është pa leje. Pra e para, policia e shtetit duhet të kthehet që është qëllimi i policisë shtetit është ruajtja e sigurisë publike. Pra është kryesorja. Edhe kod procedurës penale, neni 30 i kodit procedurës penale që flet për policinë gjyqësore dhe bën një sqarim policisë gjyqësore që ndahet në policë, në oficerët policie gjyqësore dhe agent, detyra e parë është parandalimi i veprave penale. Pra duhet kthehet në funksionin bazë. E dyta, dalim i njëjti gjë. Targat vjedhur. Targa e vjedhur nuk duhet qarkulloj në një territor të identifikohet në mënyrë të menjëhershme. Nuk ka një targë e vjedhur që të qarkulloj në Tiranë, në Durrës, shkoj pra vjet nga Tirana, shkon në Durrës, shkon në Vlorë dhe të mos identifikohet kjo targë. Pra që kur një mjet i cili, sepse si rregull, edhe ligji është që çdo mjet ka targën e vet. Është lehtësisht i identifikueshëm. Tani duhet gjithë mjetet se ne po diskutojmë për pamjet filmike, po diskutojmë. Tani të mos ketë një
targ, për shembull, që dali targa që është e vjedhur, kjo duhet të sqarohet. Pra, një makinë që mban targën e një makine tjetër, ka rrisk që të bëjë vepra penale ose nga krime ndaj jetës, mund të bëjë edhe veprime të tjera të palishme, mund të rëmbejë një fëmijë, mund të jenë, sepse nuk është vetëm kjo, ka dhe aktivitete të tjera të kriminale, po, patjetër. Pra, targët e vjedhura aty të qarkullojnë lirisht. Mjetet e vjedhura, pra domethënë, këtu kemi edhe këto janë paraprakisht. Pra, një targ se tu është e paranalimi, për sa i përket të ngjarje, shohim në të gjithë ngjarjet, pjesa më e madhe tyre me përjashtim të ngjarjes së Shkodër, po të kemi parasysh, ngjarjen e Shkodrës, një vrasës që u vranë 2 persona, 2 punonjësit e bashkisë para vitit 30 nga tetori që u kap nga policia e rendit Shkodrës. Po, është Rakip Gila. Është personi i cili u kap Buzlumit. U kap dhe kjo kemi një efektivitet policisë. Pra kemi kjo është tamam detyrë e policisë që bën vepër dhe të kap. Më përpara, për shembull unë mbaj mend, më përpara kur kanë qenë të 4 komisariate, sepse Tirana ka pas 4 komisariate. Tash është rrit numri, se është bëri Farkës, është bëri Vorës, është rrit numri komisariate, është ndar kombinatin vete, është bërë një ndarje katra është ndarë në 2 se është rrit numri i popullsisë. Të gjithë komisariatet kur ndodhin ngjarjet, të gjithë vënë në lëvizje. Edhe në për filma, edhe në Amerikë, kudo, kur ndodh ngjarje, gjithë njësitë vënë në ndjekje të autorit. Ne shohim një apati. Edhe rasti që kemi këtu, për shumë rasti i të Ritasit, janë larguar me Toyota Yaris, të pashqetësuar. Jo se Toyota ka një problem me emrin, po Toyota Yaris. Toyota Auris ka mbështyp, po edhe makinë e re, jo faktikisht, ajo ecën pak, ajo ka edhe ecën pak. Ka rëndësi, ti mjeti policisë ku është? Ti duhet të ndjekësh o ty të bën gjithë të përherë, pra ti... është zona që duhet të jetë zona më e sigurt. Pra, flasim që punonjësit e policisë duhet të trajnohen për ngjarje të tilla. Që si reagohet, pra ne në vend të investojmë në rritje ngjarje, neve i ngarkojmë punë të panevojshme. Është mërzit dikur që i kanë parkuar dysh. Po çfarë pastaj? U parkuat le numrin e telefonit, vjet tjetër e liro. Por problemi është i tillë që po diskutojmë. Ne policinë e shtetit duhet ta çojmë aty ku është problemi. Dhe problemi është që këta duhet të reagojnë ndaj ngjarjeve. Edhe reagimi duhet të jetë profesional. Që të mos shkojnë kodëm kod që të çtohen pasojat. Ka blinda për shembull kur e ndjekin? Ta zëm? Ka blinda të ndjekësh vrasës të tipit Rinasit, ndjes për ndjekim. Jo, për diskutim. Duhet ta ndjekësh jo me makinë shqiponjës që janë karton që çpohen me gisht. Që ata se kanë problem të reagojnë ndaj policisë. Ata që marrin përsipër gjithë atë operacion. Blinda ka, po ka Renea, kam përshtimin ka repartë Renea. Jo, Renea tikzoi dhe janë specialistë mirë, absolutisht. Ata janë okay. Janë për luftat ata tamam, din. Kemi super, Renea dhe kemi super, ë? Kështu që, jo sinqerisht. Edhe forcat e ndërhyrjes shtëpi janë shumë të mira këtu në Shqipëri. Dyja, domethënë si skuadra. Por dhe komisariatet duhet të kenë. Pra, le ta ndjeki le të themi ai çarkullimin në një distancë që rrezikon veten ai një tjetër. Ndërkohë njofton me radio dhe shërbimet e tjera duhet të vinë shumë të përforcuara në mënyrë që të mos u rrezikohet tjetra. Këtë duhet. Po krihet zona, thon. Po krihet zona. Po ngeli duke u kremët, i ka ra flokët tokë nga krefje, po s'ka. Morra hiç. Morra s'ka. Morra se morra po themi se plesh është i vogël. Po. Patën të kapin në morr. Kështu që do duhet të ritheksojmë edhe një herë që kapacitetet hetimore të rikthehen. Duhet shkoj aty ku është problemi, te siguria e jetës, shëndetit, edhe diçka tjetër, edhe gjobat, po të kemi parasysh. Polici rri me gjobë, me blok në dorë gati, në momentin e befasishëm vënë e gjobës. Gjeme një cep të parkum. Një person që ka gjeti... Futëm në sferë aty, nuk është qëllim gjoba, është disiplinimi i qarkullimit. Qëllimi i gjobës është disiplinimi i qarkullimit dhe parandalimit mos bësh në ta. Gjoba është bërë, i thot shefi ati du një blok të pastruar sot. Ai rri gjersat ve gjobën. Ndërkohë që policia thash duhet të jetë mbrojtjen e jetës, shëndetit, sigurisë publike, të problematikës ndryshme të qytetarëve, ku një qytetar është plak duhet kaloj rrugën ta marrë ta ndihmoj, se kjo është për komunitetin. Jo policia shihet si gabic, që vetëm të vej gjobën. Ka bazon gjoba 20.000 lekë, tash po shkojnë te 30.000. Si për me rrit. Po e kanë rritur. Po trisin që buxheti. Marrim rastin në ngjarjes së Rinasit. Çfarë ka ndodhur? U kryet që kjo është e frikshme fare, domethënë mënyra se si këta pushkatojnë aty. Tani, e dini që në datën 7, Muçi Shaljani dhe Gilmando Dani kanë shkuar në Rinas. Tani këta erdhën nga diku, kanë ardhur nga Tirana, këta jetojnë, këta ditë ku jetojnë në Tiranë. Filan datë,
Po, ka që thjesht të shkosh ti marrësh kamerat e datës 7, datës 6, datës 5, datës 4, ku kanë lëvizur kamerat, shikohen mos e kanë pas në i vëzhgus nga mrapa se s'ka mundësi. Absolutisht. Ku e din ata që do fluturonte në datës 7? Pra, diçka, domethënë për ta hetuar se nga informacionet që di unë, pak duket sikur është në stagnacion kjo, ka ngelur çiksi në vend e timi kësaj ngjarje. Informacion s'kemi, zona. S'ka, domethënë duket sikur në netim po ç'po hetohet se në netim mund të shkojnë edhe dosjet 5 vjet që kritikojnë me spakun. Po ç'vlerë ka pastaj se bën vaki mund të ketë qenë vrasi 6 jetë dhe ka ndrydhe jetë. Domethënë këto më shqetësojnë në konceptin e përgjithshëm. Kemi raste që na drejtohen klientët, një e kam dorë se kam para akoma. Po thonë i ka bërë kërkesë policisë, në Divjak ka ndodhur vjedhje, i ka bërë kërkesë policisë, tapet kjo kamerë, tapet makina shoqëruese. Jo pas na kanë kthyer përgjigje. Çfarë janë këto, më kush kthe përgjigje, shkore, sekuestrojnë vend aty. DVR 100 euro bën DVR, merret, kjo s'është e jotja më. Miru pafshim, kaq, lej copletë shënim atje. Kryet detyrën për publike.